Në 23 dhjetor, gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim ankimin e bërë nga ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ndaj masës së sigurisë arrest në burg, në zbatim të të cilës qëndron në qeli që prej 3 korrikut 2024. Ai ka kërkuar shfuqizimin e të gjithë vendimeve që nga i caktimit deri te vendimet që kanë lejuar vijimin e kësaj mase, si të marra në kundërshtim me kushtetutën. Pretendimet e ish-ministrit do të shqyrtohen në bazë dokumentesh nga gjyqtarët kushtetues, pa palë. Beqaj ndodhet në qeli si i pandehur nga prokuroria e posaçme se ka abuzuar me fondet e Saspak, institucion që e drejtonte. Ndërkohë kushtetuesja vendosi të mërkurën, po ashtu që të marrë në shqyrtim edhe ankimin e bërë nga ish-presidenti Ilir Meta mbi kushtetueshmërinë e vendimeve që e mbajnë atë në qeli, që prej 21 tetorit 2024. Ai është marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme për akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe mosdeklarimit të pasurisë.